Ndahet nga jeta modeli australiane në moshën 27 vjeç. Luki Markovic, modelja australiane e cila u bë e njohur për publikun e gjerë me pjesëmarrjen e saj në Australia Next Top Model dhe pushtoi pasarela të shtëpive të mëdha si Armani dhe Versace, është ndarë nga jeta në moshën 27 vjeç. Lajmi për vdekjen e saj u konfirmua të njëjtën nga agjencia modelingut që e përfaqësonte, Elite Model Management, përmes një postimi në rrjetet sociale. Sipas njoftimit, 27 vjeçaria po përballej me një sëmundje të rrallë të trurit, disa orë para se të shpallej vdekja e saj. Histori u postua në llogarinë e saj zyrtare në Instagram, ku zbuloi se ajo ishte në gjendje kritike për jetën. Ajo ishte një dritë që shkëlqente, modelimi ishte një nga ëndrat e saj dhe ne jemi thellësisht të nderuar që i kemi qëndruar pranë në këtë rrugëtim. Ajo solli hir, forcë dhe bukuri në punën e saj, por mbi të gjitha ajo solli veten, ngrohtësinë, të qeshurën dhe shkëlqimin e saj, thuhet në deklaratën e Elite. Ai doli për herë të parë në sytë e publikut si adoleshente, duke marrë pjesë në sezonin e 9 të Australia Next Top Model në 2015 ku bë finaliste. Duke humbur në finale nga Britney Beauty, prania e saj në garë ishte mjaftueshme për t'i hapur rrugën një karrierë ndërkombëtare mbreslënse. Modelja ka ecur në pasarelat ndërkombëtare dhe ka bashkëpunuar me shtëpitë kryesore të modës si Versace, Oscar de la Renta, Bulgari, Givenchy dhe Dolce & Gabbana, ndërsa ka luajtur edhe në fushatat e Victoria Beckham. Ajo zbukuroi faqet e revistave si Marie Claire dhe shumë edicione ndërkombëtare të Vogue. 3 javë më parë, ajo njoftoi përmes Instagramit se do t'i nënshtrohej një operacioni për një keqformim arteriovenoz, AVM, në trurin e saj, një gjendje rrallë vaskulare që mund të shkaktojë dëmtimin e trurit dhe goditje në tru. Siç tregoi ajo, keqformimi ishte në madhësinë e një topi golfi dhe i kishte shkaktuar vazhdimisht kriza epileptike. Ajo kishte luftuar vetë për më shumë se 4 vjet. Pas lajmit për vdekjen e saj, kolegë të tronditur dhe personalitete të modës nxituan për t'i dhënë lamtumirën publikisht, mes tyre edhe Donatella Versace, e cila pak javë më parë dha dorëheqjen nga posti i saj si drejtoresh artistike e shtëpisë Versace pas 28 vitesh. Më vjen shumë keq të dëgjoj lajmin për të. Pusho në paqe, vajzë e bukur, shkroi ajo.